të them një të vërtet, që se di askush, po nuk e di pse duhet ta e ndjej me thonë me ty në live. Nuk e di pse. Se kam fol me njerëz. Unë flej në studio, brother. Ti isha në vendin tënd për zotin, kisha bërë një të gjë, një stol aty, kisha izoluar dy. No, brother, shive si është këtu. Bro, kemi hapet, kjo, këtu është, everything is all about luxury. Kupton? Edhe unë kur vi këtu, po pa producery aty stresi bën vetë tëra? Po gjitha vlla këtu. Gjitha. Edhe unë brother këtu kur vi, besoj që nuk shkoj te hoteli. E mbaj rri valigja aty unë vetëm këtu brother. Në vërtetë unë do kisha bërë një të gjë. As nuk kisha haxhuar 100-200 euro hotel. I would have just been parked up there chilling. Po bro, se shive këtu është ke të bëjsh me, kjo është studio recording label i certifikuar në gjithë Italinë brother. Kupton? Look. Po artistat e tu, ke aty apo është vetëm diçka që... Po, kam. Shkoj kemi me sallë konferencash. Keni me sallë konferencë? Po, gjitha. Vjen ti këtu për shembull, ulesh aty, bazit mbarosh këngën dhe dëgjojmë këngën, këtu janë për shembull 20 veta që dëgjojnë ty këngën që nxorre. Je këtu, kupton, e kemi bo. Unë jam drejtor këtu me letra, brother. Ekzekutiv i studios. Nice, man. Well done, bro. Well done, man. Këta behara, kismet, we kill it. Bëndaj në gjë, we kill it, këta behara. Po stres, nuk na fe herën e parë kur ke dalë në koncert, kur ishe në Gjermani. Jo, në Belgjik, bro. Belgjik. Kam lënë nam. Herë e parë që kam qenë burg në jetën time, kam qenë 8 vjeç në Belgjik. Na kapën ma une, na futën burg. Nga kujrat, nga Franca? I ram nga Franca, na kapën të pyuj atje në Belgjik, na futën brenda 8 vjeç isha kur më kapën me familjen. 24 orë racion policie. Po, Po, kam jetu 10 vjetë në Belgjik. Wow. Too much. Pa, how was it? Si ishte për ty a herën e parë kur dole... Bro, që ta thëmë vërtetën, ka qenë në këto party, Albanian party. Ke parasysh që vinin këngëtarët nga Kosova apo Shqipëria dhe umblisin gjithë shqiptarët aty, brother. Edhe në bajbën ka qenë Sabri Fejzullahu, 2005, një këngëtar 2005-ën kjo që ndodhi. Edhe kishim bo kongë shumë interneti edhe ju lutëm ati pronarit salës që kur t'ket pauzë, na fut neve 15 minuta, dalim të këtojmë. Jo po kështu, jo po ashtu, i gjetëm një mik në ati të sala dhe na la, brother. Edhe tha kur mbaroj këngëtari shqiptar, futun ju direkt. Aha. Edhe mbaroja i Sabri Fejzullahu, ai këngëtari një orë, dhe më thënë setin e vetë një orë, sa dolja i, fut DJ net, të fut aty mirë mroma, na gjithë kushan këta. Kupton? Edhe ne futëm direkt kongën edhe fillum duke kënu aty. Se din të asë një kongë, vetëm na shifshin një në skenë, bënë budalejmë, bro. Po ishte emocion, që pane në jërë 2000 veta. 2000 veta ishin? Po, aty, atëherë ka qenë shumë të ralla festat shqiptare, më kupton? Ishin sallat mëdhaja dhe kur vindi këngëtar nga Shqipëria, për të këndu mbledhshin gjithë shqiptarët, se nga malli, bro, you know? Po, e mbajmen se atëherë edhe YouTube-i nuk njife shumë, vetëm ishin ata që kishin kompjuter. Ta kishte dalë më shumë përdoresh në ato vite, ta kishin fuar me Yahoo, ishte Yahoo, pastaj YouTube. E vërtet. Më ka thënë dhe kushua stres. Ka thënë kushua që koncertet e para i ke bërë dhe në Fier. Brother, Fieri, se tani jam me ty po i flasim, se nuk është se i kam harrus, unë kam shumë miq në Fier, shumë ekstrem, që jam rrit Belgjike, shok të babit, shok të vllajt, po në Fier vlla kanë qenë emocionet shumë mëdha për fillimet e karrierës tonë. Mënyrat si na kanë prit ne Fieri, bro, rinia Fierit, e klabet me ato kongët tona, brother, ka qenë, në Fieri ka qenë një do qytete që neve na e gjetën vetën shumë ngrohtë në hip-hop, brother. Se imagjinon ti? Në kushë. Po, se imagjinon ti tashi, vinim nga Tirana, me atë repin ton me Thex Veriu, dhe kur vinim Fier koncertin e parë dhe shifshim tunat e Fierit, godëmën, që ishte që si mbojt mishtë, pasha zotin e madhë, që i shifshim që i knoshin kongët me ne, i entuziasëm, po vlla. Pastaj e dhijem fare se vinim çdo javë të këtu në Fier.
Koncertet e pare ke pat në thirë. Po, bro. A është crazy, do 20 vjetë stresi. 2017 vlla, po. 2027. Nga 2007 deri tani. 2027. Po. Edhe kam vendosur brother që do bëj koncertin tim të fundit. Do ta quaj për te realitetit. Edhe aty besoj brother do jap dëm të mirën kolegëve, publikut. Mos na harron neve të çunave të thjerit, kemi stadiumin këtu te Apollonia, mund bëjmë ndonjë gjë me kjo. Po brother, pse jo? Patjetër që po. Edhe Me shaka. po edhe kështu brother është, domethënë edhe stop it bro, me thon drejtën Gucci unë s'kam ëndër tjetër përveç se mu bë bab. Amin inshallah. Sot i ta përparë. Edhe ty edhe kjo është Shumë për atë gjë, po kismet Zoti inshallah. kismet, po edhe duhet ja bëjmë hizmetin Gucci brother. I swear God, duhet pak hizmet sepse it's enough bro, 20 years I bëj edhe 40 vjeç në 2027. Unë e kam thënë stresi, unë nuk kam hyrë në internet gjej ndonjë gocë o ndonjë dashur, po ervi koha gjej ndonjë gocë, besoj se do vishem si ndonjë ri që s'njifet fare, do heci kështu sikur s'njifem. Inshallah. Një ide e mire, shiko atë, do ai person për kush je apo jo. Po, edhe ashtu e kam mendu brother. Pastaj duhet me mendu për jetën, për familjen, duhet. It's enough. Do jem pjesë e muzikës, kuptimin e fjalës, nuk do jem më të këndoj në për klube Saturday, Friday. No brother. Finish this. Do me thënë do provosh të vazhdosh akoma, po vetëm... Po mund të jem në për këto koncertet e mdhaja në shesh për shembull dhe këto, më kupton dhe këto po. Po jo më në për klub për shembull me më thirr të premten hajde këtu apo çtunën, no, finish. Pak fjalë ti s'do me hap rrugë, ti akoma do vazhdosh. Po jo, nuk I pengoj askuj, pastaj do kaloj në një muzikë krejt ndryshe, brother, kupton? Pastaj du që të kaloj me një band, me një live, kupton që të bëjmë kur të bëhen koncertet, të jem shumë rrallë, edhe të jem në për koncertet mëdha, kupton, por jo më të jem të premte të shtu në për klabe. Po. Good luck, Stressy, man. Hopefully këtë behar we have some fire, we shut it down. Kill it. Po, brother, po. Stressy, pyetje e fundit, a loz lojra këtu në TikTok, apo nuk I ke qef? Për ty luj, e E bëjmë. bëjmë një, apo e bëjmë best of three? Sa dushti, për ty po, e meriton. Dua të respektoj maksimum, prandaj po të pyes. Po, brother, me ty I futem, se kam problem, hajde. Unë kam filluar një gjë kur e mbyll bisedën nga njerëzit, shikoni njëri tjetrin kështu çfarë reagimi do japi. Apo ka bank aty vëlla. Po, brother, e bëjmë, s'është problem fare. Po çoje 3, sa dushti. Alo nona, më kapi angë bicikletën. Okej, audienca, nga unë e nga Stresi, sa lojra